Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ndryshimet në kodin penal janë në thelb të debateve në Komisionin Kuvendor për Sistem Politik dhe Marrëdhënie mes Bashkësive. Qëllimi i ndryshimeve është ashpërsimi i politikës ndëshkuese përmes rritjes së dënimeve të caktuara për veprat penale, keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe autorizimit, si dhe bashkim kriminal. Pritet që në këtë qasje të veprohet dhe në pajtim me vërejtjet që gjenden në raportin e Komisionit Evropian për vitin 2023 dhe sërish do të vendoset një kornizë juridike reale dhe e mirë për forcimin e luftës kundër korrupsionit. Propozim ligji përmban ndryshimet e cilat janë urgjente, ndërsa kanë karakter dhe të sqarimit teknik e përmirësimit të disa dispozitave të caktuara, si kushtet e arrestit të shtëpisë, dënimi me kusht, me mbikëqyrje të mbrojtur dhe konfiskimi zgjeruar. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë ka vazhduar dhe gjatë vitit të kaluar bashkëpunimin me kompanitë ruse IT Papillon, pavarësisht faktit se kjo kompani ndodhet në sanksione të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që nga viti 2023. Të dhënat janë bërë publike nga një ulëmtim i Radios Europa Lir. Një pjesë e pajisjeve të Papillon është financuar përmes fondeve të IPA-s të dedikuara për reformat në vendet kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian. Zëdhënësi i komisionit, Guillaume Mersi, ka paralajmëruar se Brukseli mund të kërkojë kthimin e parave nga Serbia nëse konstatohet se fondet e Bashkimit Evropian janë përdorur në kundërshtim me rregullat dhe sanksionet europiane. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Nancy Van Horn në përfundim të trajnimit nga FBI të hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit për mbikëqyrjen e analizës së celularëve, kujtoi se lufta kundër krimit të organizuar dhe trafikut të narkotikëve janë përparësi kryesore për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kushdo që ndjek ambasadën e Shteteve të Bashkuara këtu në Shqipëri e di se lufta kundër krimit të organizuar dhe trafikimit të narkotikëve janë përparësi kryesore për ne. Dhe kur presidenti Trump bëri thirrje për eliminimin e plot të krimit të organizuar ndërkombëtar, ai nënvizoi se këta kriminal përdorin sjellje të ndërlikuara të përshtatjes duke krijuar kërcënime të pazakonta dhe në zhvillim për sigurinë tonë kombëtare. Van Horn nënvizoi se organizatat ndërkombëtare kriminale dhe terroriste, veçanërisht ato të angazhuara në trafikun e narkotikëve, janë kërcënimi më i madh për sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në hemisferën perëndimore. We will relentlessly pursue President Trump's priorities in Albania, strengthening the institutions that fight organized crime and narcotics trafficking, like SPOC, NBI, and the Security Academy. Criminal networks, including Albanian groups collaborating with the Latin American cartels, referenced by Secretary Rubio, pose significant threats to Albania's security and economic progress through activities like drug trafficking and money laundering. Ne do të ndjekim me këmbgulje prioritetet e presidentit Trump në Shqipëri, duke forcuar institucionet që luftojnë krimin e organizuar dhe trafikun e narkotikëve si SPAC, Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Akademia e Sigurisë. Rrjetet kriminale përfshir grupet shqiptare që bashkëpunojnë me kartelet e Amerikës Latine të përmendura nga sekretari Rubio, përbëjnë kërcënime të konsiderueshme për sigurinë dhe përparimin ekonomik të Shqipërisë përmes aktiviteteve si trafiku i drogës dhe pastrimi i parave, sikurse e keni parë dhe përmes këtij kursi këto krime po mundsohen nga teknologjitë moderne, theksoi Van Horn. Në këtë takim ishte pranishëm dhe drejtuesi i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Klodian Brau, drejtuesi i Byros Kombëtare të Hetimit, Joni Keta, si direktori i Akademisë së Sigurisë, Ilerian Mandro. Garantimi i sigurisë ushqimore është një nga sfidat me të cilat përballet sot Shqipëria në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Shqipërisë në takimin në mbledhjen e grupit parlamentar paralajmëroi se për shkak të vështirësive me të cilat përballet Shqipëria në këtë sektor, do të duhet kërkoj nga Bashkimi Evropian një periudhë 5 vjeçare përshtatje për antarësim. Për këtë Edi Rama paraqiti dhe skenaret e mundshëm të përballjes me këtë sfidë. Kryeministri sqaroi dhe pozitën e Shqipërisë përballë antarësimit. Sipas tij, vendi nuk ndodhet në kushtet e negocimit me kriteret e vendosura nga Unioni. Opozita në Shqipëri akuzon kryeministrin Edi Rama se ka urdhëruar hakerimin e postës elektronike të SPAC. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën me gazetarët deklaroi se kryeministri Edi Rama është autori që ka organizuar dhe urdhëruar hakerimin e SPAC-ut. Përmes rrjeteve sociale, ish kryeministri deklaroi se ka fakte që tregojnë rolin e kryeministrit në këtë ngjarje. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.